Gjermania po përgatitet shumë seriozisht për një luftë të mundshme me Rusinë. Kështu thuhet në një dokument sekret të përgatitur nga Bundeswehri, pra nga ushtria gjermane, të cilin e kanë publikuar edhe mediat gjermane, por edhe ato ndërkombëtare. Në këtë dokument të Bundeswehrit parashikohet qartë se si duhet të veprohet në një rast sulmi të mundshëm nga Rusia, sepse shumë shërbime sekrete kanë parashikuar madje edhe mundësi që Rusia të jetë e gatshme të sulmoj ndonjë vend të NATO-s nga viti 2029 e tutje. Ka dhe të tillë që thonë se këto parashikime janë të tepruara, por fakti është që Rusisë më nuk i beson askush dhe se vendet e NATO-s ku Gjermania do të ketë një prej roleve kryesore të paktën në Europë, po përgatiten për të evituar çdo lloj skenari të sulmit të mundshëm. Sidoqoftë, në këtë dokument sekret të Bundeswehrit me emrin Operation Plan Germany, që shkurt është O-Plan DEU, parashikohet që Gjermania, në rast të ndonjë sulmi rus në krahun lindor nga Rusia, të ketë rolin qendror, pra rolin udhëheqës në NATO. Sipas gazetës Wall Street Journal, për shembull, ky dokument, që ka diku rreth 1200 faqe, është përgatitur para 2 vite e gjysmë në kazermën Julius Leber në Berlin dhe prej asaj kohe ushtria gjermane është duke punuar në zbatimin e këtyre planeve, siç thuhet. Planet parashikojnë krijimin e një trupe prej 800.000 ushtarësh nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara, Franca dhe nga vendet e tjera të NATO-s, që do të ishin në gjendje të zhvendosen shpejt në krahun lindor, pra afër kufive me Rusinë. Për kalimin e këtyre trupave janë bërë natyrisht edhe plane konkrete të rrugëve dhe vendeve për stacionime si në limane, pastaj në lumenj, në rrugë, në hekurudha e tjera. Pjesë e planeve janë natyrisht edhe veprimet për mbrojtjen e këtyre trupave, pra logjistika, e ku natyrisht një pjesë të rëndësishme duhet të kenë edhe aktivitetet ajrore. Një sfidë e madhe e këtyre planeve është natyrisht infrastruktura e dobët në Gjermani, për të cilën kam folur shpesh, ku sipas planeve të qeverisë deri në vitin 2029 duhet të investohen qindra miliarda euro. Aktualisht shumë autostrada dhe ura, por edhe hekurudhat në Gjermani kanë nevojë për merremetime dhe rregullime, sepse janë në gjendje të keqe për transporte të rënda, ku bëjnë pjesë natyrisht edhe automjetet ushtarake, e kjo thuhet edhe në këto plane. Ndërkohë që ka nevojë të investohen më shumë edhe në vend parkime, pra pranë rrugëve, dhe infrastrukturë tjetër, jo vetëm toksore, por edhe hekurudhore dhe ujore. Plani sekret parashikon edhe bashkëpunimin më të ngushtë mes sektorëve ushtarak dhe sektorit civil, sikur në kohën e luftës ftohtë, për shembull, sepse aso kohë ishte krejt normale që infrastruktura të përdoret si për qëllime civile, ashtu edhe për qëllime ushtarake, ndërsa sot infrastruktura toksore, por edhe infrastruktura hekurudhore e ujore përdoret kryesisht për qëllime civile. Qeveria gjermane, siç e thash edhe më lart, parashikon që deri në vitin 2029 vetëm në evitimin e këtyre mangësive në infrastrukturë të investojë diku rreth 166 miliardë euro. Në këtë plan parashikohet edhe stërvitje të Bundeswehrit, e një prej tyre ka qenë edhe ajo stërvitja Red Storm Bravo nga shtatori i këtij viti në Hamburg, për të cilin ju kam njoftuar në këto kanale. Një mas tjetër që parashikohet me këtë plan është edhe përmirësimi i bashkëpunimit mes forcave ushtarake dhe forcave policore në Gjermani, si dhe përgatitja më e mirë e tyre. Në këtë stërvitjen në shtator të këtij viti është parë, për shembull, që policia gjermane ka pasur mangësi serioze në pajisje, të paktën kështu shkruajnë mediat gjermane dhe ato ndërkombëtare. Por përveç përgatitjeve logjistike, plani parashikon edhe përgatitjet për evitimin e sabotazheve dhe sulmeve me drona, të cilat në një rast serioz paraqesin një prej sfidave më të mëdha në kohrat moderne. E siç e dini, edhe siç ju kam njoftuar edhe këtu,
Këto sfida janë shfaqur disa herë kohët e fundit. Ndaj parashikohet edhe ndryshimi i ligjeve për përdorimin e pajisjeve për neutralizimin e dronave, sepse vetëm disa muajt e fundit në Gjermani, por jo vetëm në Gjermani, pastaj në Poloni, Belgjik, Rumani, Moldavi, Danimark dhe shumë vende të tjera ka pasur provokime serioze me drona, në veçanti mbi aeroporte dhe mbi objektiva strategjike. I gjitha kjo duket ndoshta edhe si një skenar katastrofik, por qeveria gjermane dhe autoritetet gjermane në përgjithësi kanë vendosur që të mos i marrin me mendje lehtësi kërcënimet e mundshme eventuale. Vetë kancelari Friedrich Merz ka thënë se për ushtrinë dhe për përgatitjen e saj do të investohet aq sa është e nevojshme. Kështu ka thënë ai. Me një fjalë, nuk do të kursehet. Ne nuk jemi në luftë, por nuk jemi duke jetuar në kohra paqësore. Kjo është fjalia e kancelarit Friedrich Merz. Ndërsa, në buxhetin e Gjermanisë për vitin 2026 miq të dashur janë parashikuar vetëm për sektorin e mbrojtjes plot 108 miliard euro, që është buxheti më i madh që nga koha e luftës së ftohtë për sektorin e mbrojtjes. Në Gjermani është thënë shpesh së fundi, ne po përgatitemi për luftë në mënyrë që të mos ketë luftë kurrë. Me një fjalë, në Gjermani dhe në shumë vende të tjera ka kaluar koha kur mendohej se luftrat në Europë janë të pamundshme, sepse Putini, Medvedevi dhe të tjerët në Moskva herë kanë nisur agresionin në Ukrainë e shumë kush ka frikë se nuk do të ndalet me kaq. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni? Si i shihni këto planet të Gjermanisë dhe përgatitjet në disa vende të NATO-s? Janë të tepruara apo janë vërtet të domosdoshme? Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. E në mesin tonë jam shumë i bindur, me siguri pra ka dhe shumë ekspert të fushës së sigurisë që ndoshta kanë për të thënë diçka më shumë. Nëse doni, kanalet e mia janë gjithmonë të hapura për komente dhe për shprehjen e mendimeve tuaja, ndërsa unë me siguri që i mirëpres edhe këto mendimet për çështjet e sigurisë, sepse kohët e fundit sektori i sigurisë është ndruar vërtet në një sektor të rëndësishëm ku po investohet, të paktën në Gjermani, dhe po parashikohet të investohet me qindra miliarda euro e kjo është një fushë pra vërtet e rëndësishme në kohrat e fundit. Sidoqoftë, unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia. Nëse doni, mund ta shpërndani edhe këtë video dhe mund të komentojmë së bashku pra të shprehim mendimet tona. Shpresojmë që këto përgatitje të mos futen në përdorim natyrisht kurrë, por Gjermania dhe shumë vende të tjera të NATO-s janë duke kuptuar tepër seriozisht kërcënimet nga Moska, në veçanti kur bëhet fjalë për mundësinë e sulmit të ndonjë vendi në bllokun lindor, në krahun pra lindor, e ku bëjnë pjesë natyrisht edhe Moldavia, pastaj Polonia, Rumania, Bullgaria, etj. Pra, me siguri që shpresojmë që kjo të mos ndodhë, por në Gjermani dhe në vendet të tjera po bëhen përgatitje serioze. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.